U rikthyem përsëri në studio dhe tash do të flasim për javën e arkitekturës, në fakt më saktësisht për festivalin e arkitekturës. Ne në studio e kemi arkitektin Bekim Ramku, ku do të flasim për ndërtimet, po ashtu edhe në përgjithësi për festivalin në fakt, edhe do të diskutojmë se cilat janë pikat ku do të fokusohem. Festivali vetë se ka filluar qysh prej datës 15, qysh kanë shku 2 ditët e kaluara dhe çka kemi në program gjatë ditëve të ardhshme, do ta kuptojmë tash përmes bisedës. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që ju kemi këtu. Na tregoni pak për festivalin në përgjithësi, për javën e arkitekturës. Po festivali si vjetën filloi të hanën, ka fillu me 2 punëtori të udhëhequra për Jean-François nga Silva Landscape Architecture, që është me bazë në Rotterdam, po Jean është francez, dhe punëtoria tjetër është nga Dea Buza, cila është prishtinalike, por që të në Tiranë është profesoresh për arkitektur pejsazhit në 2 fakultete në Tiranë. Dhe ditët shkuan mirë, e hana ishte mirë si dita e parë e hapjes? Po ishin, po mënoj ma intenzive, po mënoj që kena prit, po mënoj ka pas interesim edhe për punëtori edhe me vullnetari, në shumë knaqën. Dhe më thonë, sot ne fillojmë realisht me pjesën publike të festivalit. Nga ora 12 kemi një turne alternativ Prishtina që kemi qujtë, me cilën ideja është mi vizitu disa hapësira që shërbejnë për momentin për aktivitete kulturore dhe artistike, po që janë nisma të organizatave të kulturës. Ato jemi të e bonë në kuadër të një paneli që do mbat nesër, janë 2 vajza nga Ukrajina, që kanë ardhur nga Kieva, realisht sot herët mëngjes kanë mri, cilët e kanë një farë paneli, ligjeratë dhe paneli, cilën e kanë biquajtën Hide and Seek, e cila mirët me fortifikatat në qytetin e Kievit, edhe si ato mund më përdor pas luftës. Pra, dhe të thëtë ka të ftuar dhe ka të interesuar ju vetëm nga Kosova, për edhe nga vendet e tjera, cilit kanë ardhur? Po, ligjerus tonë janë realisht këse kryesisht huj për pos DS edhe Eza Dinarama që janë vendor. Erza është kuratore e pavilionit Kosovës. Sot realisht kemi Erzën, kemi Den, edhe kemi Elias Papagjorgjën, njërë nga arkitektët më të mirë të ri nga Greqia, nga Athina. Ligjeratat janë të hapuna për gjithë, ligjeratat e sonte fillojnë nga ora 7, mbahen në fundacionin Hajde në Grand Hotel, kurse 2 net tjera të ejtën premtën mbahen në Kino Armata, po ashtu duke filluar nga ora 7. Flasim pak për rëndësinë e festivalit, me pas një festival të tillë në Kosovë? Po, është edicioni 13 që ne organizojmë festivalin nga viti 2016 bashkë me disa organizata, me 4 organizata tjera të mëdha të arkitekturës në Evropë. Kemi themeluar Future Architecture Platform, e cila që nga i vit financohet nga Creative Europe. Më thonë është platforma për momentin më e madhe arkitekturës dhe dizajnit në Evropë, ka 38 organizata pjesë saj, në organizatat më të rëndësishme të arkitekturës, si Maxi Museum of Architecture dhe në Romë, bienalet e triennalet të Oslos, të Kopenhagës, të Lisbonës, e kështu të me radhë. Kështu që edhe e ka të regu një farë mbështetja e gjatë e Creative Europe, e ka të regu rëndësin e organizatës po dhe eventeve tona. Dhe kemi po gjatë viteve që realisht gjithë ata pjesëmarrës studenta, për çka edhe ka qenë qëllimi i organizimit të festivalit, e kemi po një farë ndryshimi pozitiv, besojmë ne që kemi dhënë atë kontributin për ata. Pra, e shën edhe kështu në pamje, në ndërtime, në gjërat të tjera cilat kanë bërë? Ajo shihet mas shumë të për shembull gjatë punëtorive me studenta ku e shohim që do me thonë ai mindseti ose kuptimi po ndryshon, po edhe nxënia e dijes. Çdo punëtori e jonë është interesi për të pru ligjerus edhe tutor për mbajtje punëtori që nuk janë të zakonshme në fakultet. Për ato edhe tash kemi edhe arkitektur pejsazhit, në vitet kalume kemi pasën
me punëtorime, me analizimin e dënave urbane, për shkakun që diçka është shumë e huj për asë fakultetet tonë. Dhe kryesisht të interesuarit janë studentët e Fakultetit Arkitekturës, apo ka dhe më gjerë? Arkitekturë edhe profesionistri të arkitekturës, dizajnit, urbanizmit, po gjithsesi kemi edhe pjesëmarrësirë, kemi edhe nga Fakulteti i Biologjisë, po shërish kur kemi dhe më thonë punëtorime me arkitekturë pejsazhit ose diçka që miret me gjelbrimin. E pash që ky workshopi nga DEA, dhe thot përsëritet apo mbahet disa herë edhe gjatë këtyre ditëve që ka të bëjë me hapësirat publike dhe qysh me i rujt në këto hapësira publike që ose nuk i keme. Ku është qëllimi këto dhe sa diskutohet për këtë pjesë? Po, më thonë, kësha folë për të dy punëtorit, më thonë, kjo e zhanit është e fokusum në hapësirat ekzistuese gjelbërta. Ideja ka qenë realisht më morë Magim Ramadan, Luan Haradinaj edhe me sheshin para dhe më thonë objektit juj, po i kom spjegu dhe më thonë asë e zhënë François se është problem na me mbyll tash rrugt, po që është kur kena këtë problemin e trafikut për momentin, shtu që kemi vendosur me fokusu në kvalitetin e hapësirave gjelbërta ekzistuese që kemi në qytet. Kurse DEA është të marrë me disa hapësina që janë publike, po realisht neglizhume. Më thoni kanë identifiku bashkë me studentat disa hapësina në për Prishtinë, që shtash DEA është e Prishtinë, se veç që din dhe më thonë, disa hapësina që qysh prefminise ka po që nuk janë shfrytzume. Shtu që ata janë të marrë me këto hapësina, dhe më thonë si mund të rikthejnë ato në public realm që e thonë ose në përdorimin publik të do me thonë qytetit, edhe janë duke bërë analizë. Nëse ka diçka ndonjë ide të mirë, ndonjë plan konkret, a mund të realizohet ndonjëherë në Prishtinë, që ose del nga këto workshope, nga studentët? Gjithsesi e kemi pas në rastin e zyrës në rregullimit urban, 2014 e kena pas bashkëpunimin me New York City Planning Department, vitin e njëjtë pas që kena prezentu punën që kemi bërë gjatë festivalit komunës, e kemi hapë zyrën për rregullim urban në komunë. 200 student kanë qenë të angazhuar për një vjet. Rruga Garibaldi, rruga Luan Haradinaj janë realizu, dhe më thonë, prej kësaj zyre, dhe më thonë, janë bërë rrugë të para në Kosovë, 100% aksesueshme, dhe më thonë, edhe për persona me aftësi të kufizuar. Si vjet edhe në fokus është edhe qëndrueshmëria e ndërtimeve, apo jo? Qëndrueshmëria në përgjithësi, dhe më thonë, tash e 5 vite është një kërkesë për Creative Europe që çka do që bëjna të jetë e lidhën me qëndrueshmëri. Qofta ajo, dhe më thonë, me arkitekturë, ripërdorimin e objekteve, urbanizëm sa më efikas, apo edhe me arkitekturë pejsazhit. Ne sa herë, dhe më thonë, e kemi temën e parafërt, ne edhe ftojmë ligjerus për ligjeru, dhe më thonë, të nisë me ato tema. Më thonë, normal edhe mos të shkanë tema, po tema erëzës është shumë e lidhën me qëndrueshmëri, po sëqërisht me analizën e dherave në kësine në Kosovë dhe se jemi duke hu për disa spesje për shkak ndrime, do më thonë, klimatike që kemi. Zhani edhe DEA, edhe ligjëratet të tyne, po edhe punëtorit janë të marë, do më thonë, me rritjen e efikasitetit gjelbrimit edhe krijimit sa më shumë gjelbrimit. E kemi Ilias Papagjorgjën, i cili e ka bërë projektin e Pireu Tower në Athinë, i cili nga vitet 70-ta ka qenë i përfundum nga Banka Pireu, po veç pjesa konstruktive. Edhe nuk u shfrytzu për 50 vite, realisht kjo ka rigjeneru, edhe thash është njëra nga, do më thonë, objektet më të famshme në Athinë për një kohë shumë shkurt, për 2-3 vite është bërë shumë e famshme. Dhe më thonë e ka këthy një farë përdorimi me diçka që ka qenë neglizhume. E kemi profesorin Harald Trapp nga Vjena, 2 herë kuratori paviljonit të Vjenës, i cili shumë mirët me banim social edhe të përballueshëm. Do të shpjegoj edhe disa projekte që ka bërë ai vetë, në Vjenë, ku objekte gjysmë industriale që kanë qenë të neglizhume janë këty në banim të përballueshëm, po edhe për nevoja, do më thonë, kulturo-sociale dhe kreative për qytetarë. Kështu që gjithë këta, njëtë dhe Simon Hartman prej Bazelit, do të flasë për objekte, do më thonë,
që mund të ripërdoren, më thonë edhe projekte tëne që kam bërë. Si vjetë këta ligjerues janë për hir të parë si vjetë në Kosovë dhe në këtë festival, apo kanë qenë edhe më herët, edhe çka janë komentet të tëre, edhe rreth festivalit edhe rreth asaj çka shohin në arkitekturën kosovare? Gjithë janë hera e parë dhe pse Simoni edhe profesori Arald kanë ardhur më herët, po kanë ardhur me studiot e tyre edhe me studentët e tyre për të bërë turne. Kështu tash do të jetë pak më gjatë që kalojnë kohë. Sinqerisht do të thonë të gjithëve ju lënë përshtypje njerëz që takohen, ju lënë përshtypje student, ju lënë përshtypje do të thonë stafi, ju lënë përshtypje edhe njerëz që takohen gjatë qëndrimit tyne. Nuk ka diçka se bëjnë ai gare, themi ka herë kur nuk i qka thush mirë për një vend, thuj njerëz janë të mirë, po në këtë rast për në me nuk është, ashtu të janë shumë sinqartë kur thojnë, edhe po që është rinia, po gjithë i lavdojnë. Sa i përket arkitekturës, edhe ka mendime ndryshme, ka këta arkitektë që vinë nga Evropa e zhvilluar, për shembull, Evropa veriore, ju lënë përshtypje pak ky kaosi, jo gjithë nënën negative, thojnë. Nëse vini, për shembull, Jean-François tash jeton në Rotterdam, thotë, këtu më duket që 24 orë jeton Prishtina, edhe dyqysh, kur jam të nejnë në hotel, edhe të dosh me fletë, thamë, o a dalë jashtë se diçka po ndodhë. Tha, më pëlqen që energji, dërsa në Rotterdam është shumë qytet organizum, e ma qete, gjitha këto, njajtë edhe në Zvicër edhe në kësin në shtetet skandinave. Kemi arkitekt që ju pengon shumë, që thotë është qytet i shumëtu me duni me ndryshue, se ane kemi arkitekt që për shembull na i shohim shumë të këqija këto ndërtime që janë ngushta njëra me tjetrën në pjesë ndryshme të Prishtinës, kryesisht që kanë qenë ndërtime ilegale, që janë objekte pothuajse ngjitë me objektin tjetër, kur ku muaj turne për shembull me Alejandro Aravenin, që është Pritzker winner, ju më thonë, qyre adin so keq po doken, adin realisht në ta, po nuk është densiteti keq. Abdin dush me arë Santiago de Chile, me po që është urban sprawl, që është përdorimi i keq i hapësinës, do me thonë, i tokës, ku janë objektet me kvalitet të këqie, ku kime një hapësirë të vogël, për shembull 5x5, veç një shtëpi. Abdin e këtu 20x20 i ki, për shembull 20 familje, ose 3. Pra varet edhe nga pikpamja se qysh po, edhe varet për perspektivës që shojnë, kështu që adin jo gjithë e shojnë me sytë keq. Normal, na e shojmë abdinat shumë tinit që s'në pëlqenjë shumë sene, po flasin ata nga ana praktike, adin që për shembull nuk është edhe që keq densiteti që kena. Qysh presni me përfundu? Deri me datën 21 shtator, dhe qysh presni me shku dhe këto dhe të tjera? Po, dhe me thonë, qëtash trenet i kena ligjërata publike, sot në Fondacionin Hajde, masane i kena në Kino Armata, pre orës 7 mënamjes janë të hapëna për publik, dhe me thonë nuk kemi bileta apo diçka në gjashme. Të premte ne kemi një turnen e Prishtinës, moderne që bëjmë gjithë vit, edhe vizitojnë disa nga ikonat e Prishtinës, gjithë duke të reguar disa fakte, ma të nësishme ndoshta për arkitekt, po besoj të pa njoftuna për asaj, për publikun, edhe të shtunën e kemi turnen e arkitekturës moderne, edhe aty do t'jetë thirrja për pjesëmarrës, nuk thonë kush don me ardhë, po e kemi pak të limitum numrin në numër 50, ju dhojna prioritet arkitektave dhe edhe studentëve të arkitekturës, edhe më pas të dilën mendojmë të përfundojmë, dhe më thonë, edhe për 2 punëtorit me prezentimet të shkurta të studentëve. Që për studentët një mundësi shumë e mirë, edhe takimi me arkitekt me fame, renome botërore, me qujtë edhe diskutimi i temave me gjithë ju atë që jeni prezent, besoj për ta është një bagazh mjaft i mirë që mundën me marrë me vete. Po, gjithsesi po. Faleminderit shumë për kohën, zotri Ramko, ju faleminderit edhe për informatat cilat i keni ndonë me ne, kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit për ftesën.